Unë mendoj që rritje. Qytetarët e Prishtinës, duke qenë edhe vetë një prej tyre, vërtet kanë drejtën e plotë që po kërkojnë ndryshim. Sepse Prishtinës i duhet ndryshim. Dhe i duhet jo veç ndryshim në kuptimin e qeverisjes dhe kryetarit, so për me thonë, po i duhet ndryshim në mentalitet. I duhet ndryshim në konceptin qeverisës. I duhet ndryshim në idenë qëndrore që kena me bu mirë mas 10 vjetë, se mund vynë 2 mandate, 3 mandate, po me mujtë me bu mas 10 dite. Me mujtë me kry punë tash, edhe me njëherë, që me i lecu punët edhe jetën e njerëzve, njërë që fillimisht me pas Prishtinë në qytet funksional. Dhe nga kandidaturat aktuale, normalisht që janë, me këtë respekt, janë 3 kandidat, kështu ngarë serios, Urani Ismaili është largë ma i përgatitur, edhe unë besoj largë ma i duhur. Dhe është ma autentiku, sepse është për një me i Prishtinës veç Urani në këtë garë. Dhe edhe kjo, do me thonë, nuk është përjashtuse, për do me thonë. Ka do me thonë në vetë, sepse po flasëm për një njeri që tu e ka kry jetën, e ka bo jetën, i ka thmin, e ka martesën, e ka shkollën, e ka edukimin, i ka vujtjet, i ka dhimt, e ka trafikun, edhe derthet e thmive të vetë dhe gjitha. Për dalim për kandidatëve tjerë që nuk i kam pas, edhe nuk i kanë, edhe nesër mundën më shme i pas. Dhe me gjithat, duhet me pas një farë identifikimi me qytetarin cilin ja lyp votën. Dhe identifikim qytetarëve matë madhë se sa me Urani nuk mundën me pas me kandidat tjerë. Tjetra, shikoni unë po i përcili atë so po mundëm gjitha fushatat po Prishtinë në mënyrë të veçantë. E ka i vetëmi programin konkret bre? Ka zgjidhje për problemet ditore të prishtinalive, të familjeve tona. Nuk është të na dhoni varë vizioni mas 10 vjetë kena me bu metropol. O, vlo, i hupëm 25, që ka me bu në 25 javë të ardhshme. Dhe zgjidhjet e Uranit janë zgjidhje konkrete. Për lagjet, zgjidhje konkrete për temat dhe problemet themelore, tu villu pej trafikut e dejtë qente ndacak. Ma ne e ka ekipin më të mirë. E ka arrit me kriju një ekip dhe Urani e ka këtë aftësi, që e ka pas gjithmonë, duke qenë edhe shok me të pej shkollës mesme, që arrin me kriju ekipe tja zakonshme gjithë përfshirëse për tej bindjeve politike partijake, e ka dëshmu edhe kur ka qenë shefi kabinetit Kadri Veselit, edhe kur ka qenë në pozicione tjera udhëhecë edhe si ministri i shëndetësisë edhe si kryetari i Degës Prishtinës e kudo tjetër,